Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allahun azza wa jalla falenderojmë, salatet, selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I dërgojnë. Të dashur vëllezër, po I shfrytëzojmë këtë net edhe për të mësuar nga feja Allahut subhanahu wa taala. Pra përpos namazit, përpos ibadetit, po pushojmë një çast fizikisht, por edhe po përfitojmë nga dituria islame, nga hoxhallarët tanë që I kemi këtu. Vëllezër ndershëm, deshëm diçka më ju përkujtu lidhje me zekatin. Pasi që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe namazin po e krym, agjerimin po e krym, edhe duhet patjetër që si besimtar të bëhemi nga ata besimtar të cilët edhe japin zekatin. A është e mundshme që shumica apo shumë besimtar sot me dhënë zekat? Themi po, ekziston mundësia që shumë prej besimtarëve sot me dhënë zekat. Vëllezër ndershëm, zekati, për të dhënë zekat, duhet njeriu të arrijë sasinë e duhur nga pasuria. Sasia e duhur nga pasuria vlerësohet sipas arit që e posedon njeriu apo monedha që I posedon në vlerë me arin apo në vlerë me argjendin. Pra, nëse njeriu posedon 85 gram ari apo posedon monedhë në vlerë të 85 gram arive, atëherë obligohet me dhënë zekat. Sot 85 gram ari llogaritet me 24 karat, e që 85 gram sot e dini që borsa e arit ka shku domethënë shumë lart, I bjerë dikun 12.000 euro kush I ka me dhënë zekat. Mi pyet këtu xhamatin kush I ka 12.000 euro e që obligohet me dhënë zekat, janë fare pak persona. Atëherë, çka po ndodh? Të varfrit nuk po përfitojnë, nevojtarët nuk po përfitojnë, nuk po realizohen projektet që duhet mu realizu me ata. Atëherë, po kthehemi tek llogaritja tjetër e zekatit. Llogaritja tjetër e zekatit llogaritet me argjend. Kush posedon në vlerë, pra vlera monetare, krahasuar me 595 gram argjend, sërm, obligohet me dhënë zekat. E 595 gram argjend, sot kur ta llogarisim me borsën që është pra botërore, I bjerë ai I cili posedon 1425 euro obligohet me dhënë zekat. Atëherë, nëse kthehemi dhe shikojmë, shumë prej njerëzve obligohen sot me dhënë zekat. Pra nëse I posedon shkurt mira 1400 euro, që nga viti I kaluar deri më sot, pra në Ramazan e kaluar I ke pasur 1400 e përpjet, edhe sot I ki 1400 e më shumë, obligohesh me dhënë zekat. Do të thotë, do t'japësh zekat 35 euro, 2.5%. E kështu që të gjithë, apo po them kushtimisht, shumë prej besimtarve do t'jenë zekat dhënës. Me 35 euro, pra ti po bëhesh një person I cili po jep zekat, po merr pra një shpërblim shumë të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Për ndryshe, kur do t'i bën ti 12.000 euro për me dhënë zekat? Edhe kështu që
do të përfitojnë edhe nevojtarët më shumë. Nëse çdo kush, pra që i posedon 1.400 euro, i jep pra 35 euro zakat 2.5%, edhe tjetri, pra nëse 100 vet japin nga 35 euro, bëhen 3.500 euro. E këta 100 vet, nëse presin pra atë sasin e arit, atëra pra as këtë vit nuk do të japin, do më thënë 3.500 euro nuk do të përfitojnë nevojtarët. Është matematike thjesht. Edhe për atë arsye dietarët kanë thënë, me çka duhet ta llogarisim pra vlerën e zakatit, qoftë a me ari apo me argjend. Se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra vlerë monetare ka qenë ari dhe argjendi, nuk kanë pas para tjera. Kjo ka qenë atëre para, ari dhe argjendi. Edhe dietarët kanë thënë, atëre pra sot, a me vlerësu me ari apo me argjend? Disa kanë thënë me ari, disa tjerë kanë thënë me argjend, por shumë prej dietarëve kanë thënë, çka është më e dobishme për të varfërit? E më e dobishme për të varfërit është që ta llogarisim pra zakatin në vlerë me argjendin. Se krahasim me vitin e kaluar, apo dhe për 2 viteve, kur zakati do më thënë ka qenë dikun 3.500-4.000 euro, ta është i ka hypë do më thënë 3 fishi ati çmimi, pa është 12.000 euro. E kështu që për mos më mbet musliman sot pa dhënë zakat dhe për mos më mbet të varfërit, nevojtarët, pa përfitu, pra e marrin fetvan atyre dietarë apo shumicës e dietarë që cilët kanë thënë që çka është më e dobishme për nevojtarët, me atë pra do të llogarisim zakatin. Sot është më e dobishme për nevojtarët që të llogaritet zakati me argjend. Andaj themi, pra kush i posedon 1.400 euro duhet të jep 35 euro zakat. E nëse posedon 2.000, në më thëmë po ashtu e pjestojmë në 2.5%, sa i bjerë jep. Pra i bjerë 50 euro. E nëse posedon 3.000, 4.000, 5.000, kështu do më thënë logaritën, 5.500, 6.300, 6.250, logaritën 2.5% edhe jipët zekat, edhe kështu që e kryen o vllai i dashur një obligim, edhe do t'jesh nga ata besimtar që Allahu Azza wa Jall do t'i shpërblej me shpërblime të shumta, që në shumë ajete ka ardhur pra ata cilët e falin namazin dhe japin zakatin. Ata cilët e falin namazin dhe japin zakatin. Shumë ajete nuk i ka nda Allahu Azza wa Jall pra zakat dhënësit nga namazlit. Pra ku është përmend namazi, është të përmend edhe zakati për shkak pra rëndësisë që e posedon zakati. Andaj o vëllezër, kur të llogarit do më thënë në 1.400 euro, çka është ti njerën në vit me i dhënë 35 euro. Pra, je prej atynve që i ka lavdëruar Allahu subhanahu wa taala dhe ata cilët japin nga sadakaja. Allahu na bëf prej atynve besimtarët e cilët japin pra zakat. Pra, llogaritja sidhje të vëllezër të dashur, pra do të jetë llogaritja e zakatit se kush posedon 1.400 e përpjet duhet të jep pra 2.5% për zakat. Dhe po ashtu vëllezër, është e pëlqyeshme që zakati të bëhet me një vend, gjë që të jep pra më efektive pastaj, sepse dikujt i japish 35 euro një drek e ka ngrënë ai varfëri, ai nevojtari edhe çka më shumë. Por kur mbledhen për shembull me një vet, ta zonë 3.500 euro, atëherë do më thënë i zgjidhet një problem atij personi. Do është jo ndonjë problem i madh, por një nevojë që e ka, apo një borxh, apo një problem që e ka, i zgjidhet ai problem atij të varfëri, do shta ka fatura pa pagu, do shta është të padru, do shta nuk di çka hallet që i ka, apo ka nevojë për mjekim, kështu që me 35 euro që jep dikush, nuk o që i zgjidh ndonjë punë, po kur të bëhet zakati me një vend, edhe jipët, atëherë pra mundemi mi zgjidh më shumë
problemet e këtyre personave të cilët kanë nevojë. Allah shpërblet o vëllezër, Allah rujt, kjo ishte vetëm një sqarim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.